Asalamu alaikum të nderuar shikues të podcastit të Miftinisë të Tovës, mesazhe islame. Jemi dëshmitar sot të shumë ngjarjeve të ndryshme që ndodhin në botë, që kanë bënë tash po flasim për botën islame. Shumica e shteteve apo vendeve islame sot janë në vuajtje nga lufta, uria e kështu me radhë. Dhe një pyetje që e bëjnë shumë armiq të islamit apo shumë njerëz të cilët nuk janë musliman, që e përdorin kundër Islamit dhe muslimanëve, është pyetja më e shpesh që ne dëgjojmë, nëse Islami është i vërtet, nëse Islami është fe e paqes, nëse Islami është kështu ashtu, pse atëherë sot muslimanët janë në këtë gjendje. Pikërisht kjo është tema të cilën ne sot do ta flasim këtu në podcastin tonë. Pra tema e sotshme është pse besimtarët apo pse muslimanët janë në gjendjen të cilën janë sot. Mysafiri i sotshëm për këtë javë, i cili do ta trajtojë këtë temë, është hoxha i nderuar, doktor Nashit Efendi Ferrati, imam në xhaminë e fshatit Xherovian. Selam aleikum, hoxha nderuar dhe mirëseverdhje. Aleikum selam, mirëseverdhje. Allah ju shpërblet që pranoj ftesën të jeni pjesë e këtij podcasti. Gjithashtu ju falenderoj edhe juve që zgjodhet që në këtë radhë të këtij podcasti të jem unë pranë jush. Faleminderit. Hoxha, me që e cekëm edhe temën pse muslimanët sot janë në këtë gjendje të mirë, fillimisht do t'ju pyes çka është Islami? Çfarë nuk kuptohet Islami? Sepse një pjesë e madhe e njerëzve nuk kuptojnë Islamin vetëm brenda mureve të xhamisë. Mirë, por realisht nuk e kanë idenë se çfarë është Islami në të vërtetë. A mund na shpjegoni pika të shkurta se çfarë në të vërtetë është Islami? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. قال الله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. Gjithmonë kur të fillojmë ligjëratat islame, hamd falëndrimet i takojnë të madhit Allah xhaleshanuhu. Vetëm atë falënderojmë, vetëm për ti çdo gjë të kësaj dhe të botës tjetër e kërkojmë. Salavatet dhe selamet qofshin për pejgamberin ton Muhammedin alayhis salatu wassalam, familjen e tij të ndershme besnike dhe fisnike, ashabët e tij dhe të gjithë ummetin e tij që e ndjekin dhe ndjekin rrugën e tij deri në fund. Nderuari udhëheqës i këtij podcasti, posa e shfaqet temën të cilën duhet ta trajtojmë në këtë podcast, ju më pyetët pyetjen e parë se çka në të vërtet është Islami. Islam në kuptimin i gjerë do të thotë fe e cila është e zbritur prej Allahu xhaleshanuhu për apostafat për njerëzimin. Edhe pse sot, ditëve të sotme, bot kuptimin e Islamit e kanë ngushtuar dhe e kuptojnë me një konotacion të gabum. Kuptohet se Islami është ajo fe e cila duhet të bëjë pjesë vetëm në murët e xhamisë dhe duhet të jetë vetëm brenda mureve të xhamisë. Por jo. Prej njeriu të parë, Ademit dhe Havas, kur Allahu dhul xhelal i dërgoi në tokë, u tregoi, u shpjegoi Allahu dhul xhelal nëpërmjes të ligjeve të fjalëve të tij që i zbritin tokë, sepse duhet ta them edhe këtë, se Islami është feja më e vjetër dhe feja më e re. Gjithmonë Allahu dhul xhelal kur ka dërguar pejgamber, ka qenë ligji i Allahut, këto që edhe sot shumica e ligjeve, shumica e fjalëve të cilat janë përfshirë në për librat e mëparë, janë nga ajo që e kemi sot librin e fundit, Kuranin Adhimushan. Islam do të nënkuptohet ka bot kuptimin më të gjerë global. Islam është gjithë ajo e cila njeriu duhet ta shfrytëzojë në begatitë e kësaj bote, por që gjithmonë të jetë, asnjëherë mos jetë ai i cili të dalë jashtë kornizave të fjalëve të Zotit. Islami është fe e cila njeriu e rregullon çështjet e jetës dhe ai e sinjalizon në jetë si ai GPS i sot që neve na tregon se ku duhet të shkojmë kur ne e pyesim, ashtu edhe njeriu kur Islamin ta praktikon në jetën e vet e ka të qartë mënyrën e jetesës së tij se si duhet jeton, sepse ajo është e fjala Allahu xhaleshanuhu dhe ajo është gjithmonë e ka vendin e vet
gjithmonë shembull fjalët kuranore, ajetet kuranore që Allahu Dhul Xhelal na I ka zbrit, Kur'anin udhërrëfish, kushtetut, program, jetë, gjithmonë kur njeriu ai I cili I beson Kur'anit është në petkun e Islamit dhe në ummetit të Muhammedit a.s. Gjithmonë ai kur kërkon zgjidhje është e fjala Allahu që ja zgjidh çdo problem të jetës së tij, por varet nga njeriu sot në botën e sotët që jetojnë se kur në jetë I duhen diçka të merr nga ajo që duhet jetoj dhe të kërkon zgjidhje, varet se ai ku troket. Nëse troket në fjalë të Allahut, gjithmonë do të gjej zgjidhje dhe gjithmonë do të jetë ai që do të arrijë qëllimin final. Islami është fe e paqes. Dhe pse sot në botë neve na flitet sepse ka paqe dhe ka shtete, ka njerëz të cilët janë kontribues të paqes. Por sa po shifet, kjo vetëm është e shkruar dhe as pak e praktikuar. Mirë, po kur ta krahasosh këtë që sot flitet me atë që ishte pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe shumë gjenerata të pasta që me të vërtet ishin praktikues të denjtë në prekshmëri të Islamit, atëherë ka dhënë rezultatin më të madh sepse paqja ka qenë e qëndrueshme dhe ka qenë për të gjithë njerëzit. Prandaj Islami është fe e paqes sepse garanton liri dhe të drejta për të gjithë. Por sot, sa e shohim këtë, se kjo paqe që na servohet dhe na tregohet në botë, po ta analizojmë, a është ajo paqe që e ofron dhe që e ofron Islami me këtë paqe që sot ekziston në botë. Faleminderit. Hoxha nderuar, dalim te tema. Do të thonë, tema ishte edhe në formë të pyetjes. Pse muslimanët sot janë në këtë gjendje të mirë? Ne shohim, dëgjojmë në televizion, në rrjetet sociale, gjendjen e shumë muslimanëve sot në botë, fatkeqësisht është e mirë në luftra, uri, vuajtje, gjenocid dhe kështu me radhë. Pse muslimanët janë në këtë gjendje të mirë? Kjo pyetje që ju po bëni këtu është pyetje që bëhet edhe rrotullohet në për shumë gojra të njerëzve të jo muslimanëve. Po edhe vetë muslimanët ndonjëherë po e pishin vetveten se pse kulminon, pse reflekton në këtë gjendje e muslimanëve. A thua është Islami I gabum apo thua është puna e muslimanëve që e gabojnë? Jo praktikimin e duhur të Islamit. Gjendja momentale e muslimanëve nuk është argument kundër Islamit, por e kundërta. Islami është argument kundër muslimanëve. Islami u bën thirrje muslimanëve në bashkim, unitet, ndërsa muslimanët ndahen dhe përçahen. Do me thonë, Islami është ai që I thirr në unitet, në bashkim. E bashkimi në Islam, sipas fjalëve të kuranore, është fars. E nëse dikund thehet farzi I Allahut, ati s'ka bereqet dhe nuk ekziston ndihma e Allahut. E muslimanët sot, si shehen, si reflekton gjendja e muslimanëve, shihet se sa janë të bashkuar. Shihet se e kundërta ajo që themi bashkimi janë të përçarë. Dhe janë ata të cilët Islamin e përmendin, krejt thuan se jemi musliman, por të qeni musliman nuk mjafton, por duhet jesh edhe muslim edhe mumin. Do me thonë, Islami nuk është formë, por Islami është brendësi, e cila I ka rrënjët e veta dhe ka rregullat e veta se si në jetë njeriu të jeton sipas zbritjes kuranore që Allahu Dhul Xhelal neve na I ka zbrit Kur'anin që ta kemi udhërrëfisin ton. Shembullet I kemi.
se kur muslimanat ishin në vijen e duhur të islamit, ku arritën dhe çka arritën. Por kur muslimanit e lëshuan atë çka e udhëhoqi pejgamberi alayhis salam me ashabët dhe shumë gjenerata nga gjenerata emevite dhe abasite dhe deri te perandoria islame, kur fjala e parë që nuk të i kalohej ishte fjala Allahut, fjala kuranore, ishte ligji sheriatit të cilat nuk të i kaloheshin, por çdo gjë bëheshte për brenda tyre dhe nën urdhrin e fjalëve të Allahut, dhe muslimanët në ato kohëna kanë qenë ata të cilët kanë qenë shembulli i botës për nga çdo segment i jetës. Por kur kjo u lshu, kur kjo u largu tek muslimanët, është reflektimi i sotshëm që duket në botë ka mos. Allahu Dhul Xhelal në për shumë vende në ajetet kuranore thot se ata të cilët janë besim drejt dhe do të punojnë sipas urdhrave kuranore, urdhrave të Allahut, gjithmonë do të jenë ata të cilët do të jenë më të begatuarit, do të jenë më të ngriturit, dhe do të jenë ata të cilët do të jenë zëri i parë i krejt botës. Kjo është garanca e Allahut Dhul Xhelal. Po sot sa e shohim, Islami do të jetë kundër muslimanëve, sepse muslimanët nuk janë konform Islamit. Si thamë se Islamu u bën thirrje muslimanëve për unitet, ndërsa muslimanët ndahen dhe përçahen. Dhe për të sqaruam dhe shpjeguam dhe se si kulminon gjendja e sotshme dhe pse muslimanët janë në këtë gjendje dhe në këtë hall. Pika e dytë është Islami u bën thirrje për arsimim dhe dije, ndërsa ata nuk e pranojnë atë. Derisa e thomë këtë, kur ta shohim gjendjen reale, se ne si musliman, sa jemi të arsimum dhe sa e ndjekim që fjalën e parë Allahu i madhruar, që ja zbriti pejgamberit alayhis salatu wassalam, ligjin e parë në tokë, që u ndëgju në vesht e pejgamberit ton Muhammed alayhis salatu wassalamit, ishte fjala lexo, mëso, studio, që ka një botkuptim më të gjerë, hulumto, dhe kjo ishte ajo që Allahu Dhul Xhelal e urdhnoi pejgamberin alayhis salam. Nuk e urdhnoi në fjalë të parë të falet, të agjeroj, të jap zeqat, shkojnë hax, por fjalën e parë që Allahu Dhul Xhelal Muhammedit alayhis salam ja zbriti në Kur'anin famë lartë ishte lexo, mëso dhe studio. Nëse ne do të i rrim besnik fjalës së Allahut, do të jemi ata të cilët do të ndjekim rrugën e diturisë, mbas të asaj që e kërkon feja jon Islami, sigurisht se ne do të arrim ati ku e kemi qëllimin dhe ku synojmë. Mirpo, sot botkuptimi i mësimit është me të vërtet i prishun dhe nuk është aq serios mësimi tek muslimanët dhe studimi, hulumtimi dhe kështu me radhë. Po ashtu pika tjetër është, Islami u bën thirrje që muslimanët të mbrohen nga armiqt, por ata nuk e bëjnë këtë, janë dembel. Neve sot e shohim se sa na rrethojnë armiqt. Gjithmonë kundër Islamit ka pas ata të cilët kanë qenë armiq dhe gjithmonë kanë pas strategji të ndryshme që të arrijnë muslimanët të i përçajnë dhe të i bëjnë në këtë mënyrë në copëza të vogël, në këtë mënyrë se sot paraqitemi. Se edhe më herët e thash se fjala ajo që është e fars nga Allahu, detyra është e bashkimi. Por neve sot këtë na e kanë hjek dhe thot jemi të coptuar dhe jemi të bashkëtisur nga njëri tjetër dhe për atë edhe duket kjo gjendje që sot shifet në përkrejt botën se muslimanët bashkimin nuk e kanë as erë. Pika tjetër është Islami u bën thirrje të jenë të drejtë në udhëheqje, ndërsa ata i bëjnë zullum njëri tjetrit. Do me thënë, kur ta marrëm ne, ta analizojmë gjendjen brenda neve,
se njëherë dilema duhet t'i pastrojmë brenda neve, ata që i kemi të huazuara, që s'kanë të bëjnë as me Kur'anin, as me Islamin, as me hadithin dhe traditën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, që na erdhën, që na i futën, që na i servun dhe na i dhanë, që nga ata që i morëm lë shumë fjalën e Allahut, lë shumë ligjit e Zotit, do me thonë neve këtu Islami na urdhëron për drejtësi, sepse ne kemi edhe ajetin kuranor ku Allahu dhul xhelal thot Bismillahirrahmanirrahim, inna Allaha ya'muru bil adl, do me thonë direkt na urdhëron Allahu dhul xhelal që ne të jemi të drejtë ndaj vetës, ndaj njëri tjetrit, edhe në gjithë botën do të jetë drejtësia e Islamin, sepse Allahu është i drejtë, e urdhëron të drejtën dhe i ndon të drejtët. Sa që kuptohet se Allahu i përparon të drejtët. Ne e kemi një hadith kutsi, fjalë të Allahu xhaleshanuhu, ku Allahu xhaleshanuhu thot: në një vend ku ka drejtësi, po qoftë se edhe nuk janë musliman, Allahu do të i përparon. Po me një vend që nuk ka drejtësi, po në qoftë se janë edhe musliman, Allahu dhul xhelal nuk do të jep, nuk do të ingren, por do të largon mëshirën dhe bereqetin ndaj atij. Por sot ne i shohim pa drejtësit që i kemi ndërmjet njëri tjetrit. I shohim udhëheqësit, njerëz të cilët përrin udhëheqësisë, se sa janë të drejtë në për shumë sfera dhe segmente të jetës, në për shumë që i kanë sot udhëheqësinë me emra musliman, por sa janë të ngjajshëm me punën e muslimanit. Për atë, këto dilema ne duhet t'i pastrojmë që të vijë në pyetje të jemi të drejtë dhe të jetë ngritja që i ngren Allahu, ata që i don më shumti dhe bereqeti dhe mëshira e Zotit. Islami u bën thirrje të kundërshtojnë ndikimin dhe politikën e të huajve, ndërsa ata u nënshtrohen dhe miqësohen me ta. Islami bukur jau pastron dilemat se cilën politik dhe udhëheqësi duhet ta marrin për shembull shem të jetës. Neve s'kemi çka dalim jashtë kornizave të Islamit dhe jashtë pushtetmbajtjes së pushtetit kur pejgamberi alayhis salam udhëhoqi si burr shteti. Dhe radhazi ata që erdhën hap mbas hapi deri te perandoria osmane, ku me të vërtet ishte në shtet sheriati dhe ishte fjala e Allahut mbi gjithçka. Por sot neve si musliman, edhe në për shtetet ku gravitojnë me 100% musliman, po edhe ati ku gjendim edhe ashtu, neve nuk kemi udhëheqësi dhe nuk kemi kushtetuta të cilët i përgjigjen konform Islamit, por kemi kushtetuta të cilët janë të huazuar nga laicizmi i sot botnor, i cili janë kushtetuta të ndryshme të hartume nga dorët njerëzore. Si kur bota sot ta ketë fjalën e Zotit, ajo e cila do të marrin shembull për jetesën nga çdo sferë e jetës, e paqes, e të drejtave, asnjëherë bota nuk do të kishte pas problem në asnjë sferë. Por sot në botë është ligji i cili është i hartuar nga dora e njeriut. Njeriu i ka pikat e kufirit deri ku mund të arrijë. Për atë Allahu dhul xhelal e ka zbrit Kur'anin, fjalën e tij që është garantues për çdo gjë për njeriu. Sikur fjala e Allahut sot jetë ligji krejt botës, këto probleme dhe këto që ndodhin sot në botë nuk do të dukeshin dhe nuk do të ishin. E për atë muslimanët duhet të largohen ndikimeve të huaja, sepse jemi të ra pre e ndikimeve dhe u larguam nga ajo që Allahu dhul xhelal na i dha në librin e tonë të shenjtë, Kur'anin edhe mushan kushtetutën dhe programin e jetës. O gjendruar, me që përmendet shumë bukur këtë pjesën e asaj që na urdhëron Islami dhe ku jemi ne. Realisht ku jemi ne? Cili është mesazhi yt për në fund?
Unë do të kisha dhënë një mesazh kështu shumë vëllazëror për gjithë muslimanët, por më së shumti për ata të cilët e ndëgjojnë këtë program të këtij podcasti, që të mundohemi që të jemi konform fjalës së Allahut, sepse ta kuptojmë një herë por gjithmonë se ne duhet të ndryshojmë vetveten tonë. Nëse nuk vjen ndryshimi mbas të ajetit kuranor ku thot Allahu dhul xhelal se nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë vetë. Çka duhet të ndryshojmë ne? Vjen pyetja çka duhet të ndryshojmë ne? Janë shumë çështje, janë shumë elemente, janë shumë fenomene të cilët i kemi në mesin tonë, të cilat nuk janë as pak që na ngjajnë. Janë shumë mëkate, janë shumë çështje të cilat janë ngjitur dhe ka hyrë në mesin tonë, që i kemi nisur prej familjes dhe shoqërisë. Sot, për të patë një shoqëri të shëndosh, duhet kesh familje të shëndosha. E sa e shohim ne se si e kemi këtë shoqëri e cila sot e shohim rrugëve, e shohim në përshkolla, e shohim në çdo cep, në çdo anë të jetës, se sa janë të organizuar të jetojnë në bazë të asaj që Allahu dhul xhelal na i zbriti në fen tonë islame, ose thënë ndryshur librin e shenjtë Kuranin adhimushan. Pa mos e kuptu dhe pa mos e marrë këtë seriozisht që neve me të vërtet të pastrojmë dilemat, fillojmë nga vetvetja, në familja e kështu me radhë, se nëse nuk prodhojmë sot, nuk edukojmë breza të ri, të cilët do të jenë të frymzuar, të jetojnë në rrugën e Muhamedit a.s. në praktikën e islamit, neve vetëm do të flasim se duhet gjendja jonë të ndryshon, po pa u ndryshu vetë, asgjë nuk mund ndryshojmë, pa pas familje të shëndosh, s'mund të kemi edhe shoqëri të shëndosh. Basta asaj, vetëm duhet të bëjmë edhe një analizë, si ishin të parët tonë. A ishin aq të shkolluar sa ne sot jemi, mirë po, rezultati i tij ka qenë shumë në arritshmëri të madhe. Pse? Sepse ata në bazë të asaj pakës të cilën e kanë ditur nga Islami, por kanë qenë praktikues dhe kanë qenë ata të cilët nuk kanë lishu pe që të i kalon. Vetëm një gjë, unë sa e mbaj mend dhe sa kam arrit gjeneratat e vjetra, ata thojshin se mbarjen ishin që nuk e të i kalojshin, dhe mbi atë nuk të i kalojshin dhe nuk afroheshin ati. Ta të i kalojnë dhe shumë bukur e respektonin. Kur ta marrim ne sot mbarja, turpi që i thomi, çka është turpi? Turpi është pjesë e imanit. Dhe nëse ne jemi ata të cilët e ruajmë turpin, e forcojmë imanin. Nëse e kemi lishu turpin, e kemi dobësu imanin, dhe nëse jemi të përpiknë të turpit, e kemi praktiku islamin, dhe e kundërta e kemi lishu islamin. Shëndror, Allah është përbleft që e elaboruat ka zhbukur këtë temë. Lusëm Allah Gjëshanohu që është problemet mirët e ti që pranuat të ishi pjesë e këti podcasti. Faleminderit. Faleminderit për juve, Allah është përbleft. Amin, inshallah. Të ndërrua shikues, shpesh herë ne zemrohemi me gjërat që na rrethojnë, me veprat e njerëzve të tjerë që na rrethojnë dhe kërkojmë të ndryshojmë të tjerët. Mirë po ndryshimi vërtet nuk fillon duke munduar të ndryshojmë botën. Ndryshimi vërtet fillon kur do të mundohemi që ta ndryshojmë vetvete. Sepse nëse çdo njeri prej nesh fillon të ndryshojë çdo gjë nga vetvetja, atëherë do të ndryshojmë edhe botën. Deri në podcastin e ardhshëm, ju lëm në mëshirën e Allahut xhashanuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.